Pas hapjes së pikës së parë të parfumerisë Eiffel në Prizren në sheshin Shadrvan, dje është hapur edhe pika e dytë në qendrën tregtare Albi Mall në Prishtinë, tregon zonja Shpresa Shabani. Tani më dihet fakti dhe kualiteti i kësaj parfumerie është i njohur për kualitet si dhe shërbimet perfekte që bëhen në këtë parfumeri. Derisa është fakt se parfumeria Eiffel është një nga emrat më të njohur dhe këto parfumeri kanë çmime ekonomike si dhe me licencë një parfumerie kualitet të lartë. Po ju falenderoj një herë për prezencën tuaj në këtë hapje. Ashtu edhe si që kemi pas planit të biznesit, pas hapjes së pikës tonë të parfumerisë Eiffel në Shadrvan të Prizrenit, kemi hapur edhe pikën tonë të dytë në Albi Mall, këtu në Prishtinë, ku klientët tona edhe nga qytetet tjera mund të furnizohen me parfymet tona nga kjo pikë këtu. Me një aksion që kemi bërë me këtë rast të hapjes, ku shpresojmë që do të pëlqejë të gjithëve, pa dallim, ju faleminderit me respekte parfymeria Eiffeli. Mirë po jo vetëm në këto dy pika, por edhe në pikat të tjera planifikohet që në të ardhmen të hapen anëkën Kosovës dhe emri Eiffel të bëhet sa më i afër për secilën familje për aromë e freski të bukur. Follow you where you go. Don't be wasting my time, I won't be chasing. Call my name, no stranger to know your face. I'll play your games, darling, and then lead through the dark. I'm daring you to call my name. Just call my name. Ndërto me prodhime vendore.